Para mënu me zbulu një kong legjendare në muzikën shqip edhe me një si kur u inqizu me patate. Që, pse legjenda tona do të me i qit kongët në Spotify. Ka gjenerata që se kanë dëgju kur historinë e muzikës tonë qysh duhet. Shumë kongë ikonike në muzikën shqiptare të Kosovës janë të disponueshme veç në YouTube, e shpesh me cilësi të ulët audios edhe pa informacione të sakta për artistin. E kur mungojnë edhe informacionet e sakta, është shumë e vështirë me mbajt shënime e kujtime, po besa edhe mja jep lullet dikujt që ka punu në projekt. Shpesh herë artistat, producentat, tekstshkruesit dhe inxhinierat prishën ose përlahen me njëri tjetrin për historinë e muzikës tonë, se kur nuk e dim sakt kush çka ka bu. E kjo e bën të vështirë për brezat e rinj me zbulu edhe me vlerësu trashëgimin tonë muzikore. Personalisht, back in the days jam kon shumë fan si dyshës Skills, e tu e di që kanë prodhu super albume si Aftësi edhe Sex, Rap and Money, e që sot kisha dasht me ingu. Normal nëse ishin kon Spotify e jo me kualitet si Nokia. Një rast tjetër, edhe pse kom lëbu shumë të Petri Çarkagjiu, për nashta edhe kjo vetë ndikon pak që këngët e Jerichos me qenë në platformat streaming, e sidomos nga albumet Jericho Walls i vitit 1998 e Perëndema Lindje i vitit 2002. Shpresoj që të paktën në të ardhmen me pas një search engine për muzikën shqip, me i kërku krejt infot e duhura e kërkujt mos me i hup mundi. Për ma shumë video si kjo, bëje follower Ban FM në krejt platformat sociale edhe subscribe në YouTube.